Qirë Sudhat, ju ka munguar Dion këto ditë? Presioni atmosferik me thënë drejtën nga qenë Kam qenë shumë, po edhe kishim nevojë për një lloj shplodhje. Kam qenë shumë i zënë me hallin e Olës për të humbur kohë. Na e thithim kushin dhe prajmi i fundit ishte. Juve ju ka munguar? E vërtet. Marrëdhënie që duhet kishte përfunduar shumë kohë më përpara. Dhe diku e përkthesi tradhti ose si pabesi. Ti s'ke si flet kurse njeh. Do është opsion, mashtë shqiptar. Unë jam ndjerë të shëmuar, ai po komenton moralin tim. Do të bësh që të ikën anglidë. Si? Vanessa, del nga këtu, nuk i ngjo fare se çfarë thënë të shqiptarët, ikën angli, vazhdoi jetën e vet. Po komenton marrëdhënien time me Indrin duke hedhur dyshime. Dhe sigurt na dëgjoj bon. Nuk e jeni me Henrin apo me Vanessën? Dhe do që të bëhet këtu personi që mbron një gjë që jashtë është përfolur. Sa kam bërë ty? Ajo e di se Po normalizon gjën, po se Po jo, shqiptare, po e shohin 400.000 persona. Shridhje ka. Në asnjë Kakofonia filloi jo. Henry, por unë normalizojmë fjalën hakmarrje. Gjithë do i them, pa më. Po more hakmarrje, ç'lidhje ka fjala hakmarrje, çfarë do të thotë normalizim, jenë të rrezio Vanessa. Hakmarrje do ta nxjerr ai ato. Pushenit më imun dhe ja, ku e bëja pusheti. Vazhdo. Çe tha, kush jam unë kush je ti? Atë diskutim që po boja, ne ishim shumë të qetë na thonë. Kur çdo që mund të jetë Henri, është një çik më mirë se ty, Vanessa. Ma mbushta dhe mendjet. Lidhje ka hakmarrja me vrasje me presje, moj. Jo, Vanessa nuk viktimizohet dot zemra ime. Hakmarrje ka plot mënyra të hakmarrësh pa e prek fare tjetrin. At all, pa e prek edhe me dorë. Çfarë ka vrasje presje, ec aty. Chucaru, le chucaru.